aspet mediave të lavë punoj. Për cilat hulumtime është shumë krenare Vjosa, me të cilat arriti të jap një epilog të caktuar? Po për shembull, jam krenare me një hulumtim të fundit që e kena bo për kafsht egzotike që i majnë si kafsht shtëpiake në përshpe, do me thonë kriminalt në Shqipni, edhe që i shesin përmes Serbisë dhe Kosovës, që ka qenë, është nominu, po është reference, do me thonë është citu për New York Times, që kjo është për mu qajo krenaria ma e modhe që e kompozeri tash, sa jo është publiku të New Lines Magazine në Washington, edhe është shumë shtirë me publiku në Amerikë me hulumtimet që ti banë për Balkanit, edhe që kjo për mu ka qenë rast, ajo që ma ka dëshmu që, edhe nëse e baj një hulumtem, e kam fokusin edhe këshijet edhe prej njerëzve të sot punojnë prej medjave matë noja në botë, edhe që kjo kom për mu momenti që e kom po që prej temë stonë mandej dhe mediat halomat ndoja, e kanë bo dhe kanë bo si referencë hulumtimin tem. Për mu kjo do me thonë shumë. Mandej tjetra është edhe vlerësimi top 10 ose top 10 qa e hulumtimeve në Europë, që për mu në vesh 32 vjetë ashtë e kam, s'ka ma shumë, po është vesh fillimi karierës tem. Këto 10 vjetë eksperiencë që janë kanë vesh fillimi do me thonë kështu i mbledhjes eksperiencës ndërkombëtare, po normal në Europë njeri me 30 vjetë e nisë karierën, jo si të na me kry, po e nisë, që i bjenë që tash jam ma e pjekun profesionalisht, po edhe si gazetare, jam e pjekun edhe psikologjikisht, do me thonë, për punën tem, edhe di tash orientimin që në drejtim ka me shku, edhe i veç jam tu i bo hapat kadal-kadale për me mujt me bo tema dhe matë mdoja në nivel global, se që ajo është fokusjem. E përmendet njërën nga hulumtimet në top 10 në Evropës, njërën nga historit më të veçanta edhe sigurisht të mirë treguara në mënyrën më profesionalit mundshme, bëhet fjallë për hulumtimin për call center, apo jo? Po, është hulumtimi që bëhet për krimët që janë bënë, do më thonë, në nivel të Evropës, edhe që ka qenë njëna për krimeve më të ndoja në historitë e Gjermanisë, që ka qenë krimeve financiare, po flasim. Edhe ato këna arrit deri në detaje me kolegë bashkë, se gjithmonë nuk janë veçonë. Do më thonë, unë bashkëpunoj me top gazetarë që janë në nivel ndërkombëtar, edhe që vazhdimësi bojnë edhe hulumtime, që jam të i bo dhe aktualisht hulumtimet cilat kanë me dalë shumë shpejt në për Evropë. Jo, sa mund është me nga tregu disa nga pas skenat e hulumtimeve tua së bashku me gjithat ekip pa fundme me siguri? Po janë njerëz të ndryshëm gjithmonë që bashkëpunoj, dhe normalisht është e vështirë me bashkëpunu me njerëz që ti kur nuk i nje, se njerëzit vinë të shkrujnë edhe te ju shkruj njerëzit tjerë për me mujtë me bo investigime ndoshta edhe në Spanjë dhe në Francë dhe do më thonë vendet ndryshme, edhe ti nisësh me një qëllim, me një ideal që kemi bo një hulumtim për një tim që do me thonë, je informum, për nuk je informum mirë, se pa e boj investigimin të së është me ditë qka vjen prej soj, po gjithmonë është mirë me i këshyrë njerëzit qëfar njerëz janë. Se ka pas raste kur ka pas njerëz toksik me cilët kom pas punë, edhe kanë diku ma ndej keq në aspektin emocional të amin, po ta shem shumë e kujdeshme me kanë bashkëpunaj, sepse njerëzit dinë edhe me të shfridzu ka njëherë. Qajo kanë mësimi maj mirë që e ko marrë njetë, sepse pa marrë parasysh a është dikush që punën për një media super gjigante, pa ty që je gazetar që një rajonin mirë, s'ku një bo bashkërgjëhes. E i kësha dhonë këshil krejt gazetarve tjerë që me qenë shumë të kujdesshëm me kanë bashkëpunojnë, edhe mos me pranu gjdo oferë që vjen veç për shkak që me pozit qka me bo, po me qenë shumë kujdesshëm me kanë bashkëpunan, sepse nëse raporton për krime, në fund mundet me ndodhë që krejt njerëzit leon vetë. Në qato raste do të me ditë ka gja mirë me kanë jetu punu, edhe me qenë shumë i përgaditur në aspektin profesional, po edhe me pas një avokat gjithmonë ofër vetës që me mujtë në aspektin ligjor më të leon, dhe më thonë me tregu që mos në bo gabime që me mujtë më ndej, jo veç kriminelt, po edhe njerës me cilë të punën në ekipit me traltu me një farë mënyre. Kështu që unë e kam një avokat në Gjermani edhe një e kam Kosovë, me cilë të konsultona në mënyrë të vazhdueshme për çdo gjë që ka e baj, edhe që ajo është përgaditja që je mbrojtë në fakt në krejtë aspektet, në aspektin profesional për flasë.